Si ndjeni sot? Shumë të lodhur jemi, të pafuqishëm me dhimbje koke. Kaj qa mund të themi ne? Ka patur probleme gjatë pasdites djeshme, gjatë natës? Ka pasur probleme gjatë natës, tension, temperaturë. Ka ardhur ekipe mjekësh për kontroll apo? Nuk kemi kërkuar ekipe mjekësh, kemi zgjidhur këtu për probleme. Si ndjeni sot? Shumë të kputur, shumë të lodhur, shumë të raskapitur, nuk e dim se çfarë do ndodhi. Ka ndonjë informacion nga administrata kanë Asnjë lloj gjëje. Të presim të shohim. Grevistët e urisë vazhdojnë të jenë me problemet e tyre shëndetësore. Dje ka pas një nga punonësit që ka bojkotuar punën, do të gjithë pjesa tjetër e punonësve që janë në grevë dhe kanë bojkotuar punën. S'është ndjerë mirë, ka pasur marrje mendesh dhe ka humbur ndjenjat, është përplasur në tokë, nga përplasja që ka bërë në tokë ka thyer dhe krahun. Është çuar me urgjencë tek qendra shëndetësore këtu e kompanisë dhe prej atyre është çuar në spitalin e Fierit. Ka fashuar krahun, ka hedhur në allëqi dhe është akoma në gjendje të rënduar. A ka shenja për negociata mes administratës pra kompanisë dhe juve si protestues dhe si grevist? Jo, deri tani nuk kemi asnjë gjë. Vazhdojmë të shohim pa përgjegjësinë. Ajo fusha aty do kalojmë kolaps dhe ata pak njerëz që ata kanë çuar punë nëpërmjet në kontraktorëve janë në një presion të papërballueshëm pune, kur duke riskuar veten e vet shëndetin dhe duke riskuar operacionet hidrokarburët. Mund të ndodhë nga momenti në moment kolaps aty dhe kolaps shëndetësor i këtyre njerëzve që janë brenda. Një informacion që ka marrë thotë se shklen një orë, në orën 14 bazit një takim midis administratës së bankerzit edhe juve, si përfaqësi e protestës. Është e vërtetë? Nuk kemi informacion zyrtar, por na ka ardhur në një mënyrë jo zyrtare, është perceptim që thonë të tjerët, por nuk kemi një informacion zyrtar. Qeveria duhet marrë masa për të Po, mund të bëj rolin e ndërmjetësuesit, qoftë qeveria, kryeministri, ministra, institucionet e varësisë duhet të ndërhyjnë që situata mos agravojë akoma më shumë. Çdo ditë që kalon është një risk për vendburimin, për punonësit. Papërgjegjësia e kompanisë për mos diskutuar, për të arritur një marrëveshje. Nuk është se ne po abuzojmë në kërkesat tona. Po kërkojmë ndryshimin e fondit të pagave me qëllim barazimin dhe e pagave ndërmjet profileve të njëjta, domethënë në një profil të njëjtë pune. Një punonjës merr pagë ndryshe nga një tjetër, pavarësisht se vjetërsinë mund ta kenë njësoj, arsimin mund ta kenë njësoj, kurse pagat i kanë ndryshme. Gjithashtu, pagat e punonjësve të fushës me pagat e drejtuese kanë diferenca ekstremisht shumë të larta, sidomos me drejtuesit kinez. Ka një diferencë ekstreme, arrin deri në 200 fish diferencë. Atë ta marrim me shembull konkret. Sa merr një punonjës mesatarisht që punon në fushë, sa merr një punonjës shqiptar në administratë dhe sa merr një punonjës kinez që është në administratë? Ajo që kemi parë nga ato që janë publikuar edhe nga përgjimet e prokurorisë, po edhe nga këto rrjedhjet e informacioneve që kanë dalë, rezulton se këtu ka punonjës, çuna mundi pjesësh dhe vet, që marrin 600, 700, 800 euro. Ka drejtues shqiptarë që mund të marrin 3-4.000 euro, 5.000 euro. Ka drejtues kinezë që marrin 10.000, 20.000, 30.000 dhe 100.000 euro. Juve thjesht kërkoni një barazinë në bazë të profileve të Ne duam që punonjësit e kësaj industrie, që janë naftëtar, që është një industri e rëndë, që kanë risk të lartë për shëndetin, të paguar me dinjitetin që u takon, me pagat mbi mesatare. Gjithë pagat e këtyre punonjësve do të jenë mbi mesataren e pagave në tregun e Shqipërisë, sepse është vetë industria që imponon paga të tilla. Siç e shikoni, ka shumë plur, ka ambient ndotës të gazit, kushtet vështira, makineri që punojnë gjatë gjithë kohës, janë 12 orë. Pa pushim 24 orë, 24 punohet këtu në vendburimin e Marincës, në temperatura të ulta, në temperatura të larta, në shi, në borë, nuk ndalon asnjë minutë vendburimi. Familjarët janë këtu dhe janë shqetësuar për jetën e grevizëve. Të gjithë pjesëmarrësit këtu që po marrin pjesë janë të rrezikuar sepse dhe ata janë në strese me 100 halle. Dje patëm dhe një aksident ku një person edhe u rrëzua nga i ratë fikse dhe u rrëzua duke thyer krahun. Tani çfarë duhet të ndodhi më këtu që këta njerëz reagojnë? Burimet njerëzore nuk kanë asgjë njerëzore në këtë mes. Nuk po sillen as pak profesionalisht. Kjo nuk është çështje ekonomike, kjo është çështje egoje. Me këtë lloj çështje egoje nuk zgjidhet as edhe një lloj kompanie. Si pjesëtar i grevës së urisë, mbas dita e 7, keni mbajtur kontakte me familjarë, çfarë u thon familjarët?
për ditë i pyesim, i kemi lënë edhe ata në hallet e tyre, jemi dhe ne në hallet tona dhe thjesht përshtojmë hallet e gjithëve. Sepse kompania thjesht refuzon që të ulet në bisedime. Nuk do asnjë lloj bisedimi, asnjë lloj kontakti. Thjesht i lën njerëzit derisa të lodhen, të mërziten e të mbarojnë ato pak të ardhura që marrin në muaj, edhe që të kthehen në punë. Prandaj ky është qëllimi i rrogave të ulta, që të kthehen në punë sapo të vijë dita e rrogës. Asnjëri nuk mund t'ia dalë dot këtu nëse ikë nga puna. Prandaj kjo duhet ndryshojë menjëherë. S'ka të bëj fare. Ai thotë këta pas e mashtruan.